Rreth 1400 maturant do i nënshtrohen provimeve të maturës shtetërore. Fazat paraprake të përzgjedhjes së degëve rendisin ndër më të preferuaret hotelëri, turizëm dhe ekonomik. Risi këtë vit është rikthimi i përzgjedhjes së Universitetit Luigi Gurakuqi. Besoj në informacionin që kena, prirjet e maturantëve për këtë vit dhe ardhmja atyre do të jetë edhe në Universitetin Luigi Gurakuqi. Paktën një pjesë e mirë e këtyre maturantëve kanë vendosur që studimet e larta të vijojnë në Shkodër në Universitetin Luigi Gurakuqi. Lanë më të preferuar ose më të përzgjedhura të maturantëve janë hotelëri, turizëm, ekonomi, biokimi, të cilat janë këto të paktën janë edhe lanë me numrin më të madh të përzgjedhjes nga maturantët. Dëshira e maturantëve për të studiuar jashtë vendit vijon të jetë në të njëjtin trend si vitet e shkuara. Maturantët janë të lirë të përzgjedhin ato mundësi që ata kanë për studime të niveleve edhe më të larta se sa ofron ndoshta Shqipëria dhe nuk ka përjashtuar asnjëherë dhe përzgjedhjet që ata bëjnë jashtë vendit. Pra është një ecuri e përvitshme që shumë student ose maturant përzgjedhin vendet e huaja për të vijuar studimet e larta. Janë përzgjedhur 6 qendra provimit, të cilat pritet të jenë gati në datën 3 qershor për të nisur kështu dhënien e 4 provimeve të shtetit, ku njëra prej tyre është provimi me zgjedhje.